nëse s'ke 1 minutë kohë me dëgju këtë, atëherë mos hyn lidhje, as mos u marto, ndjoje. Në një fshat të vogël jetonte Xhai Idrizi, i cili megjithse kishte mbushur 90 vjeç, dukej sikur sapo kishte kaluar të 60-tat. Ishte i fortë si lisi dhe gjithmonë me buzëqeshje në fytyrë. Të gjithë në fshat e kishin zili dhe e pyetnin: "O Idriz, cili është sekreti i rinisë tënde?" Idrizi gjithmonë qeshte dhe nuk përgjigjej. Por një ditë, kur pyetjet u shtuan, ai vendosi t'i ftonte të gjithë kurreshtarët për një darkë në shtëpinë e tij. "Eja nisonte, se do t'ju a tregoj sekretin", u tha ai. Të gjithë u mblodhen me padurim rreth sofrës. Pasi hëngrën e pinë, Idrizi i thirri bashkëshortes: "Shpresa, shko pak te qelari e na sillo një shalqi të mirë." Shpresa, megjithse e moshuar, u ngrit me njëherë dhe solli një shalqi të madh. Idrizi e preku me dorë dhe tha: "Jo, moj grua, ky nuk është i mirë, sillo një tjetër." Shpresa e mori shalqinin dhe u kthye prap te qelari. Pas pak u kthye me një tjetër. Idrizi e shikoi prap me dyshim. "As ky nuk bën, sillo një më të mirë." Kjo gjë u përsërit 5 herë. Të ftuarit u habitën. Si nuk u nxe kjo grua një herë të vetme? Në herën e 5, Idrizi e preu shalqinin dhe të gjithë e hëngrën me qejf. "Tani po ju a tregoj sekretin", tha ai. "Në qelar kishim vetëm një shalqi. Shpresa e dinte këtë, por ajo nuk deshi të më turpëronte para jush. Ajo shkonte e vinte me të njëjtin shalqi, pa thënë asnjë fjalë." Idrizi kapi dorën e shpresës dhe vazhdoi: "Rinia ime nuk vjen nga ushqimi, por nga kjo grua. Ne kur nuk e turpërojmë njëri tjetrin para botës. Problemet tona i zgjidhim mes nesh, me durim e respekt. Paqja në shtëpi është burimi i rinisë dhe jetës së gjatë. Ndërshmëria dhe respekti në familje janë pasuria më e madhe. Kur ti mbron nderin e partnerit, fati mbron shëndetin tënd. Po ju, a keni një shpresë apo një Idriz në jetën tuaj? Shkruajini një fjalë mirënjohjeje në komente.